Trajneri i Rubin Kazanit, Rashid Rakimov, ka kritikuar mënyrën se si kombëtarja e Shqipërisë ka menaxhuar ngarkesën fizike të Mirlin të Dakut gjatë grumbullimit të nëntorit, ku sulmuesi nuk u aktivizua asnjë minutë. Fola me Dakun për të hequr presionin nga ai. E telefonova dje. Pasi u kthye nga ekipi kombëtar, telefonova. I thash se nuk më pëlqente mënyra se si po punonin në ekipin kombëtar. Ne marrim informacion për ngarkesën e punës të Shqipëria dhe Kosova dhe pam se si punonte Daku pa luajtur. Ishte e qartë se nuk ishte i tonifikuar. Trajneri në Kosovë është gjerman dhe ai nuk e ka idenë që nëse nuk luan nuk stërvitesh, por me Dakun volumi ishte për të ardhur keq. E pyeta, a nuk po bën asgjë? Po i mësojmë profesionalizëm, po i japim një program për ta mbajtur të përgatitur. I thash edhe Messi ka periudha kur nuk shënon. Ju nuk duhet të mendoni për këtë, duhet të kryeni punën tuaj. Duhet të vlerësoni se si liga ka filluar t'ju trajtojë. Të gjithë po të shikojnë. Sot bëri punë shumë të mirë dhe bëri atë që di të bëj më së miri. Është i qartë që ai sjell kualitet, është i matur. E kemi ngritur dhe tani të themi se nuk mundemi pa të. Ne vetëm duhet të gjejmë lojtarë dhe të shtojmë të tjerë. Të gjithë e njohin atë, e studiojnë. Madje edhe kur ishte një sulm sot, trajneri i ekipit kundërshtar u ka bërtitur lojtarëve që mos ta lënë Dakun vetëm me një lojtar. Ai është aset.